Libri që u prezantua sot në Muzeun Historik Fier, Historia e Apollonisë së Ilirisë të autorit Bashkim Vrekaj, është një libër që është përzgjedhur nga Ministria e Arsimit për vitin 2025 për t'u rekomanduar për bibliotekat tona të shkollave të arsimit parauniversitar. Pra është një libër me vlerë që u jepet në dorë nxënësve. Është një libër që i përket një kolane të artë të autorëve shqiptar, kryesisht emra të njohur të arkeologjisë që kanë shkruar ndër vite për Apollonin. Është një libër ku dominon materiali historik mbi atë arkeologjik dhe që ka dhe disa risi dhe trajtime interesante, një nga të cilat, mbase e theksuan dhe parafolësit, ajo e datës themelimit të qytetit. Arkeologu Bashkim Vrekaj është një arkeolog me përvojë, i cili që nga viti 1982 deri në vitin 2016 ka punuar si arkeolog dhe si drejtues në përthamën arkeologjike të Fierit dhe në Parkun Kombëtar Arkeologjik të Byllisit. Është libri i dytë për Apollonin, pasi në 2004 ka nxjerrë dhe një botim origjinal që është Apollonia e Ilirisë në burimet e e autorëve antik, ku citon të dhënat e 31 autorëve antik për Apollonin.